Qysh në mëngjes sot, Prishtina pushtohet nga mbeturinat, pasi kompania e cila merret me KG ka ndërpret grumbullimin, pasi që komuna e Prishtinës ka lënë një bosh prej 2.7 milion euro. Për të folur për gjitha detajet në lidhje me këtë çështje, në studio kemi Petrit Reqica, drejtori i kompanisë Pastrimi. Petrit, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se erdhe, Petrit. Pra, mjafton një ndërprerje dhe kaos gjithandej. Jemi mundu. Sa është ky problem dhe a ishte ky vendimi i fundit që duhet të merrnit? Ajo në fakt ka qenë vendimi më i padëshirueshëm prej kohës kur jam tash 2 vjet në udhëheqje të ndërmarrjes. Realisht domi që i ka shkaktuar komuna në vazhdimsi kompanisë, sot e ka prunë këtë situatë. Ne kemi ngrit alarmin për 7-8 muaj radhazi intensivisht me komunikime, me dërgimet emailave dhe kërkesë për me ulë në një takim të përbashkët me kryetarin e komunës dhe pjesën tjetër të menaxhmentit, ta gjejmë një zgjidhje të përbashkët, sepse zgjidhja do të ekzistojë, mirë po do të ekzistojë edhe vullneti. Fatkeqësisht vullneti i komunës ka munguar shumë, mos thon ka qenë fare zero, për shkak se fillimisht ata idenë kanë pasur që këtë çështje duhet me u kthy në nivel të operimit me operator privat, derisa ndërmarrja Pastrimi të pozicionohet me një shërbim totalisht këtë tjetër, diçka që nuk e ka as në fushveprimin e saj. Ideja, kjo veç fakti që kanë hapë tenderën 16.5 milion, ideja tyne ka qenë me bazë zavendësimin me operator privat, me Pastrimin. Kështu që ne kemi ankimuar atë çështje dhe kemi bazë ligjore, sepse një gjë e tillë nuk lejohet, në fundit ne po bëhet fjalë për Pastrimin si një ndërmarrje publike, e cila kryen shërbim dhe është pjesë e komunës, sepse komuna e Prishtinës është aksionari kryesor dhe është themeluesi i saj. Andaj ka qenë e papranueshme dhe vazhdon me qenë e papranueshme, për shkak se ne kemi kapacitetet, kemi pas mundësinë me ofru shërbim, çysh kemi ofruar këta 5 muaj. Dhe kjo situatë sot fatkeqësisht ka ardhur kjo situatë, ka qenë e padëshirueshme, edhe ne kemi njoftuar në vazhdimsi që vetëm nga janari deri në maj të këtij vitit, me rregulloren e re, ne jemi të autorizuar ta kryejmë shërbimin si e vetme, po mbi gjitha ta bëjmë edhe faturimin dhe inkasimin. Dhe çka ndodh, komuna e Prishtinës më 5 shkurt nxjerr një njoftim zyrtar, ku thotë qytetarët mos paguani në ndërmarrjen Pastrimi, po pagesat bënin në komunë. A është kjo një lloj hakmarrje pak ndaj këtyre zhvillimit të komunës apo jo? Po nuk i çdosh me kon, sepse Pastrimi dhe komuna duhet të jenë partner dhe janë pjesë përbërëse të njëra tjetrës. Dhe shërbimin dhe qëllimin e kanë të njëjtë. Përse ky partneritet po shihet që s'është që ka funksionuar. Fatkeqësisht ne jemi ataku kur është kriju ideja me u fut operator privat dhe ideja jonë që ka qenë më urujt në ndërmarrje dhe edhe 900 punëtorë që punojnë ato. Apo ka lënë kjo në diçka personale me që... Pikërisht për të pyeta, është një lloj hakmarrje kjo. Pikërisht në atë moment kanë filluar dhe acarimet mes kompanisë juaj edhe komunës Prishtinës. Me të thonë drejtën, personale nuk dija do të ka arsye me qenë kjo çështje, për shkak se ne me asnjërin pej zyrtarëve atje nuk njihemi. Kështu që puna sot na ka njoftuar dhe e njohim njërin tjetrin. Po them personale sa i përket inateve personale në lidhje me... Kanë atje dikush interesa personale, atje mund me pas dikush interesa personale. Nga ajo çka ke vrejtë? Dhe patjetër, mënyra që kanë tentu me nis një tender, imagjinoni ka tender 16.5 milion, njëjtën kohë ka negocim për 2 operator privat. Dhe 6 të tenderuar këtu po bëhet fjalë për 8 operator privat për një vlerë 18.5 milion euro shërbim. Na kemi pas një rast të ngjajshëm vitin e kaluar, kanë angazhuar një operator privat. Imagjinone, 1.3 milion euro janë investuar, sot s'është as operatori prapo gjendja njëjtë. Prapo shtym pikën 0. Ka pasur një reagim të ashpër në rrjetet sociale nga drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës Bekim Brestoksi. Po, e ke lexuar pse duhet ta lexojmë për çështje korrekcie, pak po do ta lexojmë edhe ne. Me thon drejtë kur ka shkruar drejtori i DSHP-s se çure posh kohën, unë jam kon tu negociu me operatorin për me arrit një marrëveshje me Ai shkruan: po të mataj suksesi me gënjeshtra, sigurisht që kryeshefi ndërmarrjes Pastrimi, Petrit Reqica, do të ishte kryeshefi më i suksesshëm në historinë e Prishtinës. Deri kur ky njeri do të vazhdon me gënjy opinionin publik që komuna e Prishtinës ja ka ndërmarrjes Pastrimi 2.7 milion borxh, po tjerash. Pra, një syne se i hedh po shihet këtu ajo që po insistojmë që sikur ka diçka këtu personale që është kthyer në një hakmarrje që nga secila anë janë këto kritika që po gënjehet. Qëre, është jo serioze.
Jo serioze ky reagim. Drejtori sot i zhdosht me koni pari që bën kërkesë për me u taku edhe me Gjezide. Nuk ka bë? Jo më marrë me jo asnjëherë. Edhe kërkesave tona që ja kemi bë, nuk ju ka përgjigj asnjëherë. Dhe drejtori e ka thonë qysh në takimin e parë kur kam qenë kryeshef, se është fatkeqësi, sepse zoti Bersoci ka qenë aksionar në ndërmarrje. Aksionari i kryetarit. Në kohën kur kam qenë unë kryeshef, ka qenë aksionar. Dhe pikëndit aksionarit, duke e ditë në çfarë gjendje kemi gjetë ndërmarrjen. Imagjino në ndërmarrjen e kemi gjetë me bilanc negativ minus 1.5 milion euro. Me raport të kundërt të auditorit që është niveli më i ulët dhe më i keq sa i përket menaxhimit të ndërmarrjes. E kemi gjetë punëtorin që e shini tu e kry punën me 320 euro pagë. Dhe shumë kushte tjera të pa sot neto në bankë marrin 550 euro mesatarisht. Prandaj më interesoj çka ka pas pozitive në këtë aspekt. Kemi arrit paga 2 herë, për këto 2 vjet sa jam unë kryeshef, kemi arrit me rrit shujtën 100% për punëtorët, kemi arrit me i bledh 10 kamion vet pa asnjë ndihmë të komunës, kemi arrit me u bledh punëtorëve uniformat më të mira të mundshme sa i përket edhe dukjes edhe sigurisë në punë, sepse s'mjaftojnë me u duk bukur, ato duhet mi pas edhe standardet e sigurisë, dhe mbi të gjitha kemi arrit me bë punën më të mirë. Ndërmarrjen nga një bilanc negativ, minus 1.5 milion, ne kemi kthy në bruto fitim 5%. Sot, dhe i kemi 2 raporte të auditorit jashtëm, zyra kombëtare e auditorit, mundi me përcjell i bëj ftesë edhe kryetarit, se është mirë edhe drejtorit me përcjell konferencën live të zyrës kombëtare të auditimit, ku thuhet që në mesin e 3 ndërmarrjeve të vetme në Republikë Kosovës, që kanë raport më të lartë dhe pozitiv, është mesin e këtyre 3-ve ndërmarrja Pra, sipas këtij reagimi, kështu që komuna nuk ju ka bërë, sipas reagimit. Jo, nuk është e vërtetë, sepse vetë zoti Brestovci unë kum kërku qasën dokumente publike në komunë, sepse nuk më është dhonë, vetëm më është dërgu një email ku thot urdhëroni të ndërprerni me njerë faturimin ndaj qytetarëve. Unë kum kërku në bazë të cilit vendim, sepse është thirrë në në fakt kjo ka kriju huti edhe të qytetarëve se s'kan ditë ku me kry pagesën. Kjo është problemi që ne e konsiderojmë që komuna i ka bërgjë pasrimit. Pse? Se në rregullorën e fundit që ka ndryshuar në komunë, ky autoritet ju ka dhënë pasrimet. Dhe me rregullore pasrimi atje thuhet decidivisht, ne jeni 4 ndryshim plotësimit rregullore, se të gjitha shpenzimet e tarifave, gjeneruesit e mbetorinave i bëjnë direkt në KRM pasrimi. Dhe edhe po edhe sikur të ishte e pezulluar, as në rregullorën ku është thirrë zoti Bresovci, nuk e ka një të drejtë të tillë të bëjë inkasim komuna, kurse ka pas. Ajo ka qenë një marrëveshje kontraktuale mes komunës dhe ndërmarrjes, mirë po tash s'kemi kontratë, sepse shërbimin e kryen bazë rregullores. Çfarë po du me thonë është që një të pavërtet madhe këtu, krejt e ka pas mirë, veç ka full për vetën e vetë. Ky edhe po drejtohet, si ky keq menaxhues që nga 1 janari po i faturon pa të drejtë qytetarët e kryeqytetit, po i kërcënon ata me përmbarim, nuk po nënshkruan kontratë me kryeqytetin, si domosdoshmëri për të paguar nga kryeqyteti për shërbimin e ofruar, e tani kryeqyteti pas ka bësh. Pra ky po thotë se kjo krejt mirë e ka veç referimin e ka bote unë, do të me bote vetja vetë. Sepse krejt këto veprime i ka bozu të Bresovci, për shkak se rregulloria nuk ja lejon komunës, ajo është tu faturu dhe është ju dërgu lonë edhe shkresa zyrtare për përmbarim. E dyta, thot kemi bë kërkesë nuk po e nënshkruan kontratën, ne kemi dërgu draftin, komentet tona, sepse kontrata nuk mundet me arvesh me thonë, kjo kontratë nënshkruan edhe ditën e mirë, ne kemi dhënë komentet tona, sepse në kontratë është një nem diskutabil, ku fshehur azi kanë tentu me na qitë në lajthitje neve si kompani, që na me leju komunën me angazhu operator privat. Dhe më thonë, krejt indicjet edhe rrugën që kanë zjedh janë me kriju kaosin në pastrim, me na pamundcu operime si tash që na kanë pamundcu për shkak borxhe, edhe me kriju një zgjidhje, me thonë me një konferencë për media, me thonë veç operatori privat o zgjidhje. Nuk është zgjidhje, sepse 1.3 milion euro e kanë provu me një operator privat, sikur ti kishin investu në kamiona, si që kanë investu në këta 8 kamionat të cilat na u kanë dhënë veç 6, jo 8, imagjinone, sot ishim ka ma mirë. Na kemi kërku qasën dokumente publike dhe unë e kam emailën e drejtorit DSHP, si drejtorit zyrtarëve dhe t'i thëtë publikone në të gjitha rrjetet zyrtare të komunës që
të bëhet thirrje për qytetarë mos paguajnë pastrim po në komun. Petrit, aty ju japë një përgjigje direkte qytetarëve. Nga këto, sot gjatë ditës, maksimalisht nesër do t'i bëjmë 2 veprime, kemi me e dërzu padim për shkak të thirrjes, sepse është veprim administrativ i jashtëligjshëm dhe ligji na thirrjes, po, sigurisht që ka bërë thirrje ndaj qytetarëve mos paguajnë. Ne kemi kërku qasje so kanë pagu qytetarët në komunë, afër 1 milion euro kanë pagu qytetarët në komunë, dhe as nuk na pagun komuna neve, as nuk i lejon qytetarët. Nëse, le të ma thot dikush, cili pra qëllimi? Qëllimi është pure i pasht, ta bllokoj financiarisht ndërmarrjen tonë. Po, në fakt, do të ishte të mirë ta kishim marrë edhe një përgjigje nga zotri Bestrovci, në këtë mënyrë nuk do të ishim edhe të anshëm, megjithatë ata s'kan pranuar, kanë zgjedhur që në këtë mënyrë të reagojnë. Atëherë asnjëherë ata s'kan zgjedhur rrugë me ul, me gjë, sidomos Bekim Bestrovci, ky ka qenë aksionar dhe imagjinoni në takimin e parë kur unë jam emëruar kryeshef në ditën e 7, ka thonë zgjidhja e vetme në këtë mes është angazhimi operatorëve privat. Unë fillim, domethënë nuk është diçka e re për ta. Ata duhet me pasort. Qysh në takimin e parë i kemi njoftu. Nuk jam për operator privat, jam për ta mbrojtur interesin publik, ndërmarrjen publike dhe me kohë kemi me arrit me shnosh të gjitha të lasha dhe i kemi shnosh. Petrit, më herët, ke informacion se ku e kanë bo pagesën qytetarët, ku doli kjo që... Më herët e kanë bo në komunë, për shkak se ka qenë një kontrat mes komunës dhe pastrimit, ku njëni pinenev ka qenë i caktuar që inkasimit bëhet nga komuna dhe komuna ta paguaj pastrimin. Ajo kontrat më nuk ekziston. Nuk ekziston se në bazë të tjerë insistime shpikisht të kontrat. Të cilën nuk e lejon rregullore. Çdo kontrat, çdo kontraktim në kundërshtim me rregulloren është e pavlefshme dhe konsiderohet nul. Nga ky vendim i komunës, ju asnjëherë nuk keni pas mundësi që tuleni në tavolinë dhe të bisedoni së bashku? Shumë pak, i kemi pas ndoshta prej cilët vendim kur është ndërprer shërbimi. Jo, në fakt prej vendimet kur është caktuar që qytetarët ta bëjnë pagesën në komunë, sipas komunës. Jo, nuk kam pranuar. Na në vazhdimsi kemi dërguar emaila, madje na kemi dërguar emaila edhe i kemi njoftuar që është e pamundur, nuk është ideja që na me nol punën, po shpenzimet operative të cilat ne i kem janë jashtëzakonisht mëdha. E para shpenzimet e deponisë. Na kemi arrit një marrëveshje me deponin për 2 muaj. Po s'do të thotë që ajo s'ka me nol shërbimin, për shkak se ka borxhe dhe të akumuluar në vite paraprake, jo vetëm tash. Dhe fatkeqësisht ne dikon mbi 2.9 milion euro i kemi gjetë borxhe trashëgume dhe kemi arrit me pru një herë në 900.000 euro borxhe. Dhe çka ndodh vitin 2024, nga vetë komuna dëmtohemi dikon mbi 3.5 milion euro. Në çfarë mënyre? E para, operatori privat të cilën ata vetë kanë negociu, një anshëm, e kanë paguar me parë të cilat kanë qenë të pastrimin, mbi 1.2 milion euro. Klientë e ri, mbi 25.000 klientë që ne i kemi dërzu zyrtarisht në komunë dhe u konë kërkesë vetë komunës mi regjistru ata klientë, nuk na i kanë regjistru dhe nuk na i kanë pagu asnjëherë, a shërbimi është kry, kosto kemi kriju, shpenzime dhe në deponi kemi kriju, dhe për çdo klient, për 72.000, sa kemi pas kontratën, na e ndolë 40 cent. Në emën të asoj që po i blejmë do kamiona 3, po i bojmë do investime kapitale dhe pja unalim 40 cent. Në regull, ato kemi qenë të pajtimit, në regull, po dojmë edhe na me kontribu. Mirë po, në të 2 tjerat ka qenë totalisht e papranueshme, mënyra që ka pagu operatorin privat. Me pare tona, është totalisht e jashtëligjshme. E sot qytetari ku duhet paguaj? Në pastrim, sepse rregulloria e përcakton këto, jo që e kemi me çdo kush dëshirën, rregulloria është ligj, është nxjerrë nga kuvendi komunal dhe është e zbatueshme jo vetëm për pastrimin, për të gjitha palët, për komunën, pastrimin dhe qytetarët. Dhe ata të cilët edhe janë biznese dhe hedhin krijojnë gjenerojnë detyrim. Nga këto që po thu, pra, çështja është se kjo e drejt do të dëshirojnë t'ju bartet një kompanie tjetër të huaj, apo jo, dhe jo pastrimit. A qëndron këtë problemi këtu, apo jo? Këtu problemi bazik dhe dyshimet tona janë që këtë problemi është për shkak që po dojnë me angazhu operator privat. Me qelë rrugën këtu. Dhe imagjinoni, ne si ndërmarrje përveç këtë sukseseve që i kemi bënë në kuptim menaxherial, në realitet, jo ashtu që ka thonë edhe drejtori, ne kemi arrit me siguru edhe një fond nga KfW, banka gjermane, dhe Bashkimi Evropian. Dhe projekti është 74 milion euro në investime në ndërmarrjen pastrimi për t'i ofruar shërbim 6 komuna ku ofrojmë na përfshi edhe kryeqytetin. Dhe 24.1 milion euro janë të destinuar, janë të zotuara për pastrimin.
Dhe nga tetori vitit kalum, ato qëndrojnë të bllokuara, për shkak se komuna nuk ka nënshkru ende një kontratë të cilën vetë është zëtu dhe ka nënshkru me KFV-n gjermane që do ta bëjnë një gjatë të tillë. Prej neve është kërku 3 kushte, të 3 janë plotsu. Një ndër to ka qenë përmirësimi i gjendjes financiare dhe në momentin që ne kemi dërgu raportin e pamodifikuar të zyrës kombëtare të auditimit, ajo ka qenë shtylla bazë që ne kemi fituar atë donacion dhe ndër to ka qenë edhe ulja e punëtorëve ku kemi arrit për dikon afër 70 punëtori kemi më pak. Jemi duke reduktu stafin në administrat dhe si pas mundësive dhe analizav me rritë stafin në operativ, si shka qenë edhe kërkese e vetë projektit. Dhe nuk e di edhe një... Po, atë të mbet puna e mangët nëse ullët numri punëtorëve në administrat? Po, jo, ideja është që ne jemi... Se në fakt menagjimi është kogja i nevojshëm. Ne kemi një vizion, ato ku kemi mundësi me e ullë numrin, normalisht ju me i kryu pa drejtësi, sepse letë është me thonë ullë e numrin për deri sa dikush punon. Ne nuk jemi këto për me shke ligjen. Ne jemi në kuadrë në bazë ligjet me hartu strategjin e ndërmarrjes. Dhe strategjia e ndërmarrjes tonë është ruajtja e projektit 74 milion, sepse është një zgjidhje jetësore, e parashën ndarjen, burim, seleksionimin, edhe shumë sistem të detajuar trajtimin në mbeturinave. Jo veç bartin, sepse ne kemi problem me trajtimin e mbeturinave. Në bartja puna më e tjetër. Po, dhe ne në këtë strategji jemi të interesuar të arruajmë atë projekt. Petrit, nëse ka shumë... Fatkesisht projekti është në fazën më të lartë të rrezikshmërisë me hub. Nëse janë këto suksese, nëse janë, për cilat ju po flisni, janë në kompani, atëherë, pse duhet që në një përplasje, domethënë me komunën, të ndërpritet më njëherë puna? A nuk ka mundësi që të vazhdohet puna dhe në ndërkohë të kërkohen rrugë të tjera për të zgjidhur? Tash po ta shpjegoj. E para, në planifikimet që i kemi bërë vitin e kalum, i kemi pas në minimum të planifikume 1.2 milion, mbi 1.2 milion euro për mos krijimin e çtyne shpenzimeve që i kemi. Dhe fatkeqësisht ato ne janë dalë nga komuna për ta paguar operatorin privat. Dhe ka filluar një disbalancim edhe ka krijuar me na shkaktu problem financiar. Nuk ka krizë financiare. Pasyra financiare jem mbrojtë fitim. Mirë, po kemi problem financiar. Atë problem na i ka shkaktu komuna. Dhe tash imagjinoni, për janar, maj i kemi plus 2.7 milion euro. Po e lojmë vitin e kalum, po ja falum komunës, krejt domet, në regull jem. Nuk kemi këto me koqit punë, na i kemi thonë në kalume. Mirë po, 2.7 milionëshin të cilat jenë borgjet tani, sepse ne kemi kryu shërbim, ne kemi kryu kosta, ne nuk e kemi ndalë shërbimin. Neve na i ka ndalë situata shërbimin, sepse kamionat pana flukecit. Është e pa mundën. Dhe nuk mund me u vazhdu. Kjo është zinxhir. Dhe në punën tonë janë 3 çështje kyçe. Është nafta me pjesën tjetër derivate, është deponia dhe është pagat e punëtorëve. Dhe pa këto 3 ne nuk e kemi një lidhje direkte, është Leotrim Vratkoceri, shefi i Asamblisëve të PDK-s në Prishtinë, i cili do të na bashkohet në këtë bisedë. Leotrim, nëse po na dëgjon, cili është komenti juaj me gjithë këtë situatë që është krijuar mes kompanisë pastrimi dhe komunës së Prishtinës? Përshëndetje, për keqardhje në situatë të tillë në të cilën vitin 2025 ne ende folim për probleme me menaxhimin e mbeturinave në kryeqytet, por kjo nuk është situata e vetme në cilën e karakterizon një mungesë të qartë të vizionit kryetarit përparim Roma dhe varësve të tij në këtë rast drejtorit që e ka emëruar që jo ligjërisht në banë edhe 2 drejtori, e nuk është i zotit ta menaxhojë një situatë të tillë me mbeturina. Ne jemi dëshmitar që komuna është zhytur në një krizë financiare, ku vetë ka deklaruar kryetari i komunës Prishtinës, ku ka borxhe të shumta ndaj shumë operatorëve që nga janari që nuk janë bërë pagesa. Në këtë rast e fundit është problemi me pagesat për kompaninë që merret me menaxhimin e mbeturinave. Më herët kemi pa për disa ditëve është një vendim i Gjykatës Supreme ku është pall të paligjshme një rregullore që e ka sponsorizuar kryetari i komunës bashkë me Asamblesë të Pushtetit, që janë gjobitur qytetarët padrejtësisht, më shumë se 2.5 milion euro janë marrë nga qytetarët duke u bllokuar makinat në formë jo ligjore. Kemi problem gjithashtu edhe me ndërmarrje të tjera që ka borxhe, kemi me kuzinën qendrore që nuk janë paguar shumë shërbime që i kanë kryer për shujtat, për shkollat fillore,
dhe përqerve, dhe në këtë situatë nuk i se çka të deklarësh më shumë se sa një dështim i madh që po ndodh në komunën e Prishtinës nga qeverisja për parim Ramës dhe drejtorët e tij. Atëherë, lutem, nga zotëri Brestovci ka pasur akuza edhe ndaj jush dhe duke quajtur gjithë këtë, domethënë arsyetime banale. Cili është komenti juaj dhe reagimi juaj? Po s'ka çka thot më shumë zotëri Brestovci, ai i mbon në fund një ligjore, 2 drejtori, nuk është i zoti që të realizoj asnjë punë të vetme, sidomos edhe me punën që është i angazhuar dhe është përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave. Ai aty ka vazhduar që të ndjek një logjik të kundërt, ka bërë veprime që kanë rrezikuar një marrëveshje me KfW, që është një grant dhe subvencion që vjen nga kjo organizatë serioze ndër për 70 milion euro, duke bërë veprime ad hoc, duke angazhuar kompani private dhe duke bërë veprime në dëm të kompanisë publike. Këto veprime veç janë të para dhe të vërtetuara, për më shumë nuk ke se si të kërkosh sot pastrim të qytetit kur vetë ky drejtor bashkë me përparim Ramën kanë dërguar shkresa dhe vendime që kanë kërkuar që pagesa mos bëhet për mbeturina për shërbimin që bëhet ndaj kompanisë. Dhe çka ke të kërkosh këtu më shumë nga ta. Unë kuptoj janë një situatë të rëndë, kur e vetmja mbrojtje për ta janë akuza ndaj të tjerëve, por kjo për mua nuk është shqetësimi kryesor. Shqetësimi kryesor është se sot kryeqyteti është në fluks të mbeturinave, dhe kjo situatë është një mjerën i kësaj qeverisje që nuk ka vizion dhe nuk di se si të qeverisë dhe nuk e njohin qytetin mbi gjithat. Cila është zgjidhja në këtë? Janë njerëz që më spaku ku kanë kaluar në Prishtinë dhe nuk e njohin qytetin, nuk e njohin Prishtinën. Cila është zgjidhja sipas teje? Zgjidhja është përgjegjësi që duhet i marrë kryetari i komunës dhe ky drejtor që të vazhdojnë me shlyerjen e borxheve që i kanë ndaj kompanisë publike, të mos pengojnë procesin e zhvillimit të reformave në menaxhimin e mbeturinave, ku do të sigurohet granti nga KfW është zgjidhja e vetme që bën zgjidhje permanente të çështjes së mbeturinave. Dhe këta në vazhdimsi këtë marrëveshje kanë rrezikuar dhe kanë cënuar me veprime të cilat janë tashmë të dëshmuara dhe janë në dokumente të shkruara. Faleminderit Lotrem për sot. Faleminderit edhe sukses, miru pafshim. Faleminderit. Do të kalojmë në studio dhe Petrit pyetja është që a jeni të vendosur që puna do të bllokohet deri të ketë zgjedhje apo jo? Me thonë drejtën, sot me pas naft tash i qesëm ekipet, nuk është punë që kemi dëshiru, na edhe me punëtorët e kemi diskutu pej mëngjesit dhe pej mbrom. Ne në kohën veç kur e ka postu postimin ne jemi kanë të negocu me bo një zgjidhje për qytetarët, edhe ato me ato zgjidhje tona vetë me operatorin me cilin kemi kontratë për me ofru naftën. Ka qenë e pa mundur për shkak se ne zero kemi pare në konto, ne ende nuk i kemi kry pagat komplet, dhe kjo është edhe një problem tjetër, ne pjesës operative i kemi kry pagat, dhe është fatkeqësi, sot me qenë 2.7 milion euro, dhe më u thirë që po e subvencionojmë ne ndërmarrim me 300.000 euro për paga. Nuk kemi nevoj për subvencion, nuk kemi nevoj me qenë bare komunës dhe asë qytetarëve, ne kemi nevoj të na paguan mjetët tona për cilën ne po krymë punë, kur gjë ma shumë. Me 2.7 milion euro, ne i krymë të gjitha borxhet i kemi zero si ndërmarrje, sepse ato jemi dhe paga nuk i vonojmë me Petrit që kjo është shuma? Po, sakt, sepse fatura mujore vjen dikon të 540 diçka mi, nuk e di sa, kjo është për 5 muaj, janar, shkurt, mars, prill edhe maj. Që nëse dikush don me i kalkulu, ta kemi kështu si... Po, jo, është sakt, është dikon 2 milion, ne nuk e kemi marrë vetëm maj, sepse fatura mund të më shtyp 3 mujorshe, edhe mund me dole edhe ma e madhe. Mirë, po ne e kemi marrë për shkak se sa është kry shërbim, dhe fatkeqësisht që kjo është vlera, pa i llogarit tjerat. Nuk pi llogarisim. Veç që të pjesë, letë na i bartin, sepse paret janë në kontot të komunës, dhe zgjidhja është shumë e thjeshtë. Veç duhet me pas vullnet, dhe vullneti jonë është që me njëherë me kry punën. Ne është puna ma e padëshirueshme. Ju e dini që janë këto pare në kontot Prishtinës? Sigurt, ne kemi kërku qasje dhe kemi kërku informacion zyrtar, na është dhe një listë, janë dikon mbi 22.000 klientë, po që s'kanë mëri krejt me i gjeneru, na kanë njoftu edhe një mail që është vesh një nga pjesë se ka dhe të tjerë
dhe mund të hyjë kjo a ka kryer dikush pagesë? Jo, shumë pak është, shumë pak. Sa parafërsisht? Pas 1% nuk është. Tash vazhdojnë te komuna, ëh? Po, dhe po vazhdojnë sepse qytetarët normalisht e kanë po më të arsyeshme dhe ka qenë e gabueshme. Thirrja ka qenë e gabueshme dhe perceptimin e tyre gabueshëm unë e mirë kuptoj, sepse ka kriju konfuzitet e ta. Normalisht, se komuna është ajo që i njofton qytetarët edhe... Dhe gjithmonë qytetari është në mes, zakonisht kur ka këso përplasje mes institucioneve, kur ka përplasje mes institucioneve, secila palë domethënë e quan tjetrin gënjeshtar dhe që nuk janë të vërteta, qytetari mbet në mes dhe... Unë nuk po du më lëshu në gjuhën e drejtorit, sepse nuk po du me ron nivelin e ti. Mirë po, qka është mirë me vetë drejtorin, sepse kjo është drejtori shërbime publike dhe inspekcionit. Qka i boni ndërmarrja pastrime që ditën e parë kur o emru drejtori inspekcionit, na i dërgoj inspekcionit me na dënu 10.000 euro. Qka i bani Petriti se goxha po duke që është në personali. Petriti ka bani ankes në emën të kompanisë në OSHP, ku e kemi edhe mendimin e ekspertit që ka thonë që komuna do të anulloj, sepse është e jashtëligjshme, për shkak se ligji për prokurimin publik thot decidivisht kur ka ndërmarrje publike, duhet ta kontraktoni ndërmarrjen publike, dhe kjo ndoshta mund me kon fojë jam dhe jam krenar për këtë pjesë kur mos të më livdon, sepse jam duke mbrojt interesin e ndërmarrjes dhe mirëqenien e 900 punëtorëve. Unë këtë ndërmarrje nuk e kam private, jo me mandat. Unë i kom kry 2 vjetë mandatit në prill, dhe prillin e arshëm maksimalisht unë përfundon mandatit dhe i bëj 3 vjetë dhe vazhdoj tutje. Dhe ndërmarrja mbet. Po çka po doj me ilan ndërmarrjet edhe ta mos fëmijëve tonë. Që unë jetoj në Prishtinë, unë kam fëmijë. Unë jam të i rrit në Prishtinë dhe do të vazhdoj me bani gjatë tillë. Dhe çdo punë të mirë që e bëj, në këtë rast në Prishtinë, sepse unë si ndërmarrje ne kemi në 6 komuna tjera, i kemi edhe 5 tjera. Në asnjërin komunë se kemi këtë të lashe, sepse asnjëra komunë nuk e ka interesin me vazhdu me operator privat. Dhe këto vetëm në Prishtinë kemi këtë të lashe. Dhe sigurisht unë mendoj që zgjidhje kemi, jemi të gatshëm me ofru që shkemi qenë gjithë. Unë e kum thonë edhe në takime zyrtare me ta, ndoshta muj mos me ju pëlqy, po jena në një martesë zonshme dhe do të bashkëpunojmë, sepse jemi institucione publike dhe në institucione publike nuk mund të funksionoj dëshira ose vullneti individual, do të funksionojnë bazë ligjet, sepse jemi shtet ligjor dhe rregullorja ligj, nuk ka nevojë me shkel në asnjë pikë, edhe me vazhdu tutje, me ofru shërbim qytetare, s'ka nevojë mu rreziku shëndeti publik pa asnjë nevojë. Ndërkohë kemi edhe një lidhje tjetër direkte, kemi gëzimin kryetarin asamblesëve të lëvizjes vetëvendosje. Nëse po na dëgjon një koment, lutem, me gjithë këtë kaos që është kriju mes komunës dhe kompanisë pastrime. Përshëndetje për gjithë. Në fakt, ky është një epilog i pritur i një procesi për cilën ne si lëvizje vetëvendosje qyshmot e kemi ngritur alarmin. Është rezultati i qasjes gabuar të 2 anëve, konkretisht komunës Prishtinës në krye me përparim Ramën, për cilët ne mendojmë se kanë qëllim bankrotimin e ndërmarrjes pastrimi, falimentimin e tyre, dhe në anën tjetër një keq menaxhim i ndërmarrjes, i cili rënjet i ka edhe në qeverisit e mëhershme, po ka vazhduar edhe gjatë kësaj faze, dhe si rezultat i saj kemi një qytet të mbushur me detyra e në gjendje që s'ka qenë asnjëherë më parë. Fajtorit janë të 2 palët, ndërsa viktimë natyrisht që janë qytetarët që tani kur po futemi në stinën e verës dhe të temperaturave të larta rrezikojmë edhe shëndetin e mos flasim për aspekte tjera higjienike të qytetit. Në gjithë këtë problematikë, kush duhet të lëshojë, sepse nëse situata vazhdon të përshkallëzohet, secila ti qëndroj qëndrimeve të veta, atëherë po themi që prapë qytetari vazhdon të vuajë gjithë këtë situatë. Kush duhet të lëshojë, cila do të ishte zgjidhja dur sipas jush? Zgjidhja dur është që komuna e Prishtinës duhet të respektojë ligjet e nivelit qendror edhe rregullore të cilat janë të miratuara në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Duhet të jek dorë nga tendenca për falimentimin e ndërmarrjes dhe në anën tjetër menaxhmenti i ndërmarrjes duhet ta menaxhojë ndërmarrjen ashtu që e kthen ligjshmërinë edhe brenda ndërmarrjes, i ul kostet e shpenzimeve, i ndon ato punësimet e panevojshme
që 30 janë, më shumë se 30, në fakt vetëm prej janarit deri më sot, dhe i kthehet punës. Mirë po... Opinion të drejtorit me që kemi këtu, dhe ta bëjmë pyetjen direkte me që përmendet. A ka keq menaxhim? Në fakt, nështë si kisha shtrik këti nivelit me bo debat, për shkak se mirë, unë shumë shpejt e dorëzoj edhe raportin e punës për vitin 2024 dhe 2023 në komunë edhe të secili asambles, për shkak të koreksis. Ndoshta gëzimi po i referuat konkurseve mirë, po 90% tyne janë të brendshme, për shkak se ne kemi bo fazën e ristrukturimit të ndërmarrjes dhe jemi në reorganizim dhe kemi bo, sepse ka qenë edhe kërkesa, një për atyne 3 kërkesave dhe e KFV-s me bo reorganizimin, dhe këto shumica janë të brendshme, ndoshta ka mujt me qenë ai keq kuptim, nuk është ky numër për konkurset jashtme. Për kundrazin, ne nga 887 punëtorë sa i kemi gjetë kur jemi bo kryeshef, sot i kemi 825. Dhe pjesa ma e madhe që e kemi reduktu është stafi administratës, një pjesë për shkak të mos punës i kanë marrë ato dënimet dhe sankcionet e meritume, një pjesë ndoshta janë edhe të pensionimet edhe varet varësisht për kësaj, po numrin e punëtorëve e kemi 825 momentalisht nga 887 sa e kemi pas. Okej, Gzim, kur folet për keq menaxhim, për çka saktësisht e patet fjalën, a? Jo, bashkëm rregullimin në ndërmarrjen pastrimi. Ne kemi një listë për mi 30 anëtarë që janë punëtorë, që janë punësuar, shumica aty në administratë. Tani menaxhmenti i kompanisë ka marrë edhe zyre të reja me qero për ndërmarrjes publike banesore ku do të sistemoj punëtorët. Dhe kjo ka të bëjë me keq menaxhim të ndërmarrjes. Ka qenë kohë e mjaftueshme që ndërmarrja pastrimit bëj hapa pozitive dhe pa arritur në këtë fazë të konfliktit brendshëm për inate politike e për interesa ekonomike në mes të LDK-s dhe PDK-s, mirë po kjo nuk ka ardhur në shprehje. Këtë nuk po e thomone, kjo është pasqyrë e gjendjes të cilën ne sot e shohim në kryeqytet. Nuk mundja me folë për një menaxhim, nuk mundja me folë për një menaxhim nëse qyteti është i mbushur me mbeturina. Dhe qyteti është i mbushur. Puna kryesore e ndërmarrjes pastrimi është mbledhja e mbeturinave në qytet i pastër. Kjo nuk po ndodh. Unë e di që në këtë çështje ndikim të madh ka edhe mos përkraja e komunës Prishtinës, konkretisht tendenca e tyre jo për ta përkrahur, po për ta vështirësuar punën. Mirë po, kësaj i ka ndihmu edhe keq menaxhimin në ndërmarrjen pastrimi. Tani nëse jam në rrugë në kushtet pa barabarta, unë ju përshëndes, kaq kisha me thonë për juve dhe ju uroj punë të mbarë. Atëherë, që ka po na intereson, në fund, Petret, unë po insistoj prapë tek ajo, që nëse ky raport vazhdon të përshkallëzohet, nëse kjo situatë vazhdon, situata jashtë në teren me mbeturina, pra vetëm do të shkojë duke u përkeqësuar, apo jo? Fatkeqësisht po, për shkak se pa ullë ne dy palët me ofru një zgjidhje, nuk kemi më mujt me dalë për kësaj situate, dhe zgjidhja është vetëm të komuna. A mund komuna ta gjejë një zgjidhje pa ju? Pa jo, nuk mundet. Sepse po bëhet fjalë për një ndërmarrje publike. Kjo ka qenë pikërisht edhe përgjigja që është kthyer nga eksperti i OSHP-s komunës, do të anuloje tenderin për shkak se nuk i ke përfil çështjet ligjore. Këto është kriju një farë situatë, një farë vakumi i qëllimshëm nga komuna, unë po e them i qëllimshëm sepse ashtu po reflekton, po mbohen paret në llogaritë komunës, paret e qytetarëve për ta paguar shërbimin e mbeturinave. Dhe këm po don me pagu komuna për ato 1 milion ose ndoshta janë edhe më shumë. Këm po don me pagu, edhe pse po i mban tash 4 muaj të bllokuar me mjetin. Po në fakt kjo është pyetja që e kemi edhe ne, nëse veç që ekziston që po tentojnë të bëjnë diçka tillë. Nëse më lejohet, unë veç po ju them, muaji mars edhe prill është muaji që ka thyer rekord në histori të kryeqytetit dhe ndërmarrjes tonë që ka sasin më të madhe ndajherë të mbeturinave. 7.000 ton janë në ditë, muaji mars, kjo ka ndodhur në kaluar vetëm muaj qershor, korrekt dhe gosht, ku ka qenë fluksi veror, sepse kryeqyteti është rrit, puna jonë është rrit, ne e kemi gjetë ndërmarrjen me 5 kamion. E tha ndoshta edhe në fakt kjo është më shumë kërcënim për qytetarët se sa për komunën, se qytetarët do të jenë ata që do ta pësojnë nga gjendja e mbeturinave. Unë e kam thonë edhe në kohën kur e kanë shpall gjendje të jashtëzakonshme ka qenë në mënyrë e orkestruar nga komuna për shkak se njëjtën kohë kanë negociuar një operator privat, njëjtën kohë kamionat i kanë marrë të bllokuar në komunë
për 3-4 muaj dhe 2500 kontinjer, imagjinane për 5 muaj i kanë mojt të mbyllën në Gërmin Butavc. Dhe çdo ditë ka pas adresime të ankesa pikërisht nga drejtori dhe kryetari që thonë s'po kryer shërbim. Dhe shërbimi për më kry vyn kamioni kontinjere. Dhe në atë kohë ne veç ato dyja i kemi kërku dhe për mos t'ju dal kjo tepër e krijuan edhe problemin e borxheve që Petrit na mbetet që unë shpresoj ne kemi bërë zgjidhje sa më shpejt. Një kërkesë zyrtare kryetarit Roma, presim na shton telefon që sot mundemi me pas një takim me ta, ne jemi të gatshëm me bërë zgjidhje. Sa ora do të bëhet takimi? A ka diçka zyrtare? Nuk na kanë konfirmuar kur gjë, po e presim apo na njoftojnë edhe apo na drejtohen me kërkesën, do më thonë me pas takimin, ne jemi të gatshëm, ne kemi qenë çdo herë të gatshëm dhe po e them sot në çdo momente me pas naftën këto momente dalim edhe kryejm shërbimin, nuk jemi të interesuar me pa këtë gjendje, sepse në fundit ne këtu jetojmë, nuk jetojmë në Ne falenderojmë shumë për transparencën që pranove marrë në studio dhe me sqaruar sa të pak për qytetarët cilët sot menjëherë kanë filluar mua anku për gjendjen e mbeturinave. Facebooku është mbushur me postime dhe me reagime. Faleminderit. Na vjen shumë keq sinqerisht për këtë situatë. Unë sinqerisht na vjen shumë keq për këtë situatë, por nuk është vullneti jonë dhe dëshira jonë. Ka qenë pamundësia për me operu. Kjo është mirë me qenë. Faleminderit Petrit. Faleminderit.